Shtëpia më e famshme në Shqipëri ka vetëm surpriza. Së fundmi një video e pazakonte e aktorit të njohur shqiptar Lart Vasili, i cili është një nga banorët e edicionit të 4 të këtij sezoni, po qarkullon në rrjetet sociale dhe ka shkaktuar reagime të shumta. Vasili, gjatë një debati me banorin tjetër Jozin, bën një deklaratë të habitshme duke pretenduar se ka një lidhje trungu me diktatorin famkeq serb Slobodan Milošević, me ish-ministrin e mbrojtjes të Enver Hoxhës me Beqir Ballukun, në rregull, dhe para se të vdiste më tha, shkoni në Ulqin, se rrjedhin nga Kelmendi, nga vasot e Kelmendit, nga të cilët rrjedh e dinkush. Nga vasot e Kelmendit e dinkush rrjedh Slobodan Miloševići nga ata që janë serbizuar dhe në vasot e Kelmendit zbritëm në jug të Shqipërisë dhe ruajtëm degën tonë në Shqip. Kështu që prandaj të thot vëllai, 7 marsin vjet e dinku e festova në Ulqin, i ftuar nga Dritan Abazović, shprehet ai në video. Deklarata e tij ka nxitur shumë polemika në rrjet me përdoruesit që janë shprehur të habitur, pasi nuk e bëjnë dot lidhjen. Disa e kanë quajtur thjesht një përpjekje për vëmendje, ndërsa të tjerë kanë kritikuar rënd aktorin për përmendjen e një figure si Miloševići në një kontekst të tillë. Për momentin Lart Vasili nuk ka dhënë ndonjë sqarim shtesë për këtë deklaratë, ndërsa video vazhdon të shpërndahet me shpejtësi në rrjetet sociale, duke nxitur debate të forta mes ndjekësve. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.